Zgjedhjet e reja parlamentare tashmë janë konfirmuar, e ato pritet të mbahen më 28 dhjetor të këtij viti. Këto zgjedhje të jashtëzakonshme erdhën pak kohë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, e për këtë çështje për bota sot foli veprimtari nga Gjermania Idris Zeshiraj, i cili tha se zgjedhjet lokale parashikojnë në një masë rezultatet e zgjedhjeve të reja parlamentare. Sipas tij, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, pavarësisht se kishte kritika dhe akuza të mëdha, ngjashëm si me rezultatin e 9 shkurtit, doli edhe në zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet lokale, dhe pse ndryshojnë nga ato qendrore parlamentare, janë indikacione që parashikojnë në një masë rezultatet për zgjedhjet e reja parlamentare të pritshme. Megjithëse angazhimin enorm të mediave mercenare të Kosovës, me mbështetjen e hapur të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, bashkëpunimi deri në koordinim me mediat serbe dhe vetë Serbin, në paraqitjen e zymë dhe dobësimin e Albin Kurtit me vetëvendosjen e tij, edhe pse fitoria llogaritur në vota më 9 shkurt 2025 ishte e parë me 22 komuna të Kosovës, shifrat për rënje rapide të vetëvendosjes sipas debateve të çdonatshme me reprizë të nesërmen më shumë flasin për mercenarizmin e tyre se sa për të vërtetën faktike. Krahas kësaj, Zeshiraj kritikoi partitë opozitare për akuzat që po ja bëjnë Kurtit, e që sipas tij janë të padrejta dhe të ngjashme me akuzat që ja bën edhe Vučići. Akuzat që ja bën opozita Albin Kurtit dhe vetëvendosjes së tij janë identike me ato që ja bën Vučići me bandat e tij serbe. Ka një kontradiktë qartë pazit e lexueshme. Opozita e pranon se sanksionet të vëna nga BE-ja janë të padrejta dhe arbitrare sepse ato duhej t'i visheshin Serbisë, dhe në të njëjtin kohë akuzon se sanksionet në i vure Albini, duke e shfaqsuar plotësisht Serbin madje për të gjitha veprimet e qeverisë Kurti për ta shtrirë sovranitetin, dënoheshin zëshëm nga opozita njësoj si Serbia. Krahas kësaj, veprimtari nga Gjermania foli edhe për koalicione të mundshme paralizadore. Sipas tij, partitë opozitës do synojnë të bashkohen pasi konsideron se ato friksohen nga mbështetja elektorale që ka aktualisht Albin Kurti. Thirrja për bashkim, qoftë edhe koalicion parazgjedhor i opozitës së bashkuar, është një indikacion domethënës se frika e opozitës është tmerruese, sepse asnjëri syresh nuk e përballon ortekun elektoral të Albin Kurtit. Me partinë e tij gjithnjë aktive dhe në ngritje, opozita paniste më saktë, krerët e saj dhe eksponentët e bandave të tyre kanë frikë nga vettingu, me dosje penalizuese dhe byroja verifikimit të pasurive hajnore e grabitqare. Prandaj e mbajnë të bllokuar, fillimisht kuvendin, tani qeverinë, duke pritur mrekullisht shpëtimin nga ndonjë katarsis ballkanik, njësoj si shefi i tyre Hashim Rafsh. Kosova edhe komandantët e zonave në burg vetëm unë të shpëtoj. Në fund, Zeshiraj shtoi se nëse qeveria bie në duart e opozitës, atëherë këto parti do ta vazhdojnë pazarin e lënë gjysmë, thon Troç. Opozita me gjithë armatën propagandistike leheqene se dikur atij i tyre shpirtëror, filoslavi Enver Hoxha, ku Shqipëria ishte superfuqi propagandistike botërore, fillimisht e Serbisë, pastaj Rusisë, Kinës dhe Lumhanës marksiste-leniniste. Megjithatë nuk po arrin ta bindë popullin e Kosovës se ajo përballon revanshin e Serbisë për mbrojtjen e sovranitet tokësor të Abdeut Kosovë. Aq më pak, kur disa bastar dhe shpirtqitur bën pazare të pista me Serbinë, Francën dhe Shqipërinë për të ndarë Kosovën, dhe nëse qeveria bie në duart të partive të shefave të panit, do të vazhdojë pazarin e lënë gjysmë, mosakt të ndërprerëdhunshëm nga gjykata speciale e Kosovës me seli në Hag, krijesë ekskluzive e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Shteteve të Quintit, përfundoi Idris Zeshiraj për Bota Sot.